pas verifikimit edhe të kamerave sigurisht, marrjes në pyetje të personelit të principotës dhe pushuesve të tjerë të cilët janë gjetur në ambientet e lokalit nga policia, është arritur deri tani të konkludohet se çerri ka nisur pikërisht me këtë personin e quajtur David dhe shtetasi portugez. Dhe më pas ka ndërhyrë edhe Sokrat Vata, i cili e ka nxjerrë nga ambientet e principotes dhe e ka goditur duke e lënë të vrarë. Ndërkohë shtetasit e tjerë, shokët e portugezit, të cilët të çibëritur në Ksamil nëpërmjet një agjencie turistike ndërkombëtare e cila ofron edhe Ksamilin si destinacion të saj, nuk kanë kuptuar pra për se çfarë kishte ngjarë me portugezin. Dhe ata kanë marrë vesh vetëm në momentin që në lokal ka mbërritur policia, e cila është njoftuar pikërisht nga bodyguardi i cili ka lënë në një rrugë në Ksamil Sokrat Vatan.